Të nderuar vëllezër, shok, ish ushtarak, tankist, inxhinier, mjek, oficer, teknik, nën-oficer e punonjës civil. Sot, 50 vjet më parë, kujtojmë atë ditë historike kur më 17 dhjetor 1973, me vendim të Këshillit të Mbrojtjes së Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe me urdhër të Ministrisë së Mbrojtjes, u krijua brigada e re tankiste me numrin e koduar 6577 në rajonin Vajkan, Ardenic, Kolonj, Libofsh. Komunikimi i urdhit u krye nga komandanti i korpusit Fierit, Zoti Belillakaj. Po aty u komunikua organika e parë me kuadrot ushtarak që do të kalonin në brigadën e re. Kontingenti i parë i kësaj brigade u morë nga brigada 45 tankiste që ndodhej në qafën e Koshovicës Fierit, që zinte rreth 30% të efektivitetit oficer, teknik e komandues, me 7 tanke mësimor dhe në repartet autonome të saj, me një efektiv prej 110 ushtarësh. Midis tyre kishte edhe emra të njohur ushtarak të armës së tankeve, të cilët kishin përfunduar akademit në ish Bashkimin Sovjetik. Krijimi i brigadës u kushtua nga faktorët gjeopolitik të fuqive të mëdha, kur ishin të acaruara marrëdhëniet me 2 bllokeve ushtarak më të fuqishme të botës. Gjithashtu, edhe ndaj kërcënimeve që mund në vinin nga ethet e nacionalizmit të rajonit dhe vendeve fqinje, ku mjaft probleme ishin ende të pasgjitura. Në këto kushte, shteti ynë ndërtoi një taktik e strategji mbrojtëse duke krijuar formacione të reja luftarake. Këshilli i Mbrojtjes, duke parë se rajoni Semen, Ardenic, Pojan, Patos, Berat ishte më i përshtatshëm për desanttimin armik, ajror vendosi për krijimin e brigadës son në pjerësi të kodrave Vajkan, Ardenic, Gropa e Derit, Bitaj, Libofsh. Në detyrën e komisarit brigadës u emërua që në ditën e parë Leandro Zhepo, një kuadër i kompletuar për nga formimi ushtarak e kulturor, i cili kishte kryer të gjitha shkollat ushtarake dhe akademinë e shtabit të përgjithshëm Mehmet Shehu, dhe me një përvojë të shkëlqyer si kuadër komandues deri në specialist në drejtorinë e tankeve në Ministrinë e Mbrojtjes. Një muaj më pas, në detyrën e komandantit emërohet Zoti Ilmi Brati. Edhe ky vinte në këtë detyrë, pasi kishte mbaruar shkollat ushtarake dhe akademinë e shtabit të përgjithshëm dhe pas një përvoje të shkëlqyer si shef i shtabit të brigadës 54 në Fier. Spikaste për temperamenti që i shkonte rreptësisë së një ushtaraku, si dhe për një kulturë të gjerë që zotëronte. Në detyrën e shefit të shtabit u ngarkoi një tjetër ushtarak, akademist dhe ish komandant brigade Faik Paja. Në drejtimin e tyre, së bashku me shtabin e brigadës dhe komandat e batalioneve, udhëhoqën e përballuan me sukses të gjitha angazhimet për ngritjen dhe funksionimin e brigadës sipas kërkesave të një ushtrie moderne. Të gjitha këto vendime e propozime ishin vetëm në letër, pasi brigada nuk dispononte asnjë mjedis për strehim, stërvitje dhe edukim të efektivave, asnjë tunel për strehim të teknikës dhe armatimit. Çdo gjë ishte në qiell të hapur. Për komandën e korpusit u quajt detyrë kryer, që ishte vetëm një fasadë, duke i raportuar komandës së përgjithshme se detyra u përfundua. Komanda e re e brigadës e ndodhur mes kësaj situate tepër të vështirë, shfrytzuan disa garazhe të vjetra të një batalioni art mitralier në Gropën e Derit dhe disa garazhe në ish kooperativën e Vajkanit e të Kolonjës. Në këto kushte të vështira e nisi efektivi njësisë son rrugën luftarake. Ishte një angazhim total i komandës brigadës dhe i ushtarakëve tankist që vinin nga një përvojë gjatë jete, që nga lufta partizane, nga akademitë drejtuese të reparteve e njësive tankiste, të cilët vunë gjithë forcat, energjinë dhe përvojën për të përballuar me sukses këtë situatë. Për këta kuadro nuk kishte ditë pushimi, gëdhieshin e ngryseshin me ditë e muaj të tëra për të vënë gatishmëri luftarake brigadën, për t'i dhënë formë dhe jetë asaj, që ishte me të vërtet një proces shumë i vështirë dhe specifike për nga rrethanat e kohës.
Për këto vështirësi dëshmojnë vetë protagonistët e saj, Leandro Zhebo dhe Ilmi Brati. Na kujton një datë shumë të rëndësishme për ne. Atë marrin përsipër të ngritjes e konsolidimit të njësisë tankiste, e cila u bë nga njësitë më të mira të ushtrisë, përgjatë 42 tankëve. Dhe me emocion të kujtojmë për datë, shumë të rëndësishme për ne. E 20. Ajo njësi nuk pa në jetë shumë të gjatë, 20 vjetë, si janë gjithë, jetë në një kolektivi luftarak, të një njësie luftarake, por sido qoftë, edhe ky hark kohor i kësaj njësie, i punës dhe i veprimtarisë të këtij kolektivi, ishte si me thënë si një hark voltaik, që ndriçoi me gjithë shkëlqimin dhe nxori në fat vlerat më të larta të njeriu, të ushtarakut ton, të asaj kohe, spikati patriotizmi i lartë ushtarak, spikati devocioni për kryer detyrat për të qenë gjithë një gati për të realizuar atë detyrë që na ishte ngarkuar. Të gjithë ato për mua dhe të gjithë shokët e mi të punës, patjetër na ngjallin kujtime të mira, shumë të mira, ndoshta nëpër të ka dhe nostalgji, ka dhe ndonjë mall, por më shumë këto kujtime ne i ripërtrisim për të mos haruar atë punë të madhe që është bërë. Për realizimin, komanda e brigatës planizoi paralelisht detyrat në përgatitjen e kuadrit oficer, nëpërmjet stërvitjeve praktik shtabi e komando shtabi, në stërvitjen dhe përgatitjen e tankistëve të rinj, në fillimin e punimeve për ngritjen e klasave fjetinove, në fillimin e tunelizimit, në përgatitjen dhe zhvillimin e qitjeve luftarake me tank e tjera. Sot, në duket e pabesueshme se si punoi heroikisht në ato vite nga kuadrët, oficer të shtabit, të brigadës e batalioneve, komanduese teknik, nën oficer, ushtar e punojësit civil. Sa u krijuam, domethënë një pjesë e morëm nga kuadrët dhe ushtarët nga Brigada 54 dhe nga mezi i janarit kemi ardhur dhe vendosur në grupin e derrit. Një gjë që e lëvizje e shpejt, e pa kuptueshme, e pa masë organizative, nga fillimi i shkurtit, në fundin e janarit, fillimi i shkurtit deri te komandanti, pastaj filluam me organizim. 73-4 u mbyll me zhurmë, pastaj në 75 kemi filluar të bëjmë ndërtimin e brigadës, por unë do të kujtoj në veçanti qitjet e 75-s i kemi bërë muajt e fundit nga nëndori. E veçanta e këtyre qitjeve ishte sepse i organizuam vetë pa ndihmën e askujt tjetër dhe momentet e fundit na ka zënë një furtunë e madhe. Shi i papar, na mbetën 3-4 tanke në part, kemi punuar ditën dhe natën, duke lidhur trarët, figurë me figurë, derisa u larguan 30-40 metra nga vendi vetë dhe pastaj dollëm tej. Pastaj me kalimin e viteve, brigada u konsolidua, filloi puna e mirëfillt për ndërtimin e kushteve të jetesë, përgatitjen dhe aftësimin e kuadrëve, efektive dhe gjatë gjithë kësaj kohe kanë punuar me përkushtim me ndërgjegjje të lartë në efektive kuadrë, por edhe efektive shtar i mobilizuar për të realizuar detyrat. Dhe përfundimisht nga iqi, atu krijuan kushte aq të mira për punë, jetesë, stërvitje të efektive kësaj gjësie u bë shembull i gjithë shtërinë dhe gjithë ato punë
Në këto kushte, komandës së brigadës i është dashur të përplasej me tekat e komandës eprore që për interesat e veta kërkonin ushtar në punimet fortifikuese në Pashaliman apo Vaun e Dejes, duke nërprer programet tona të përgatitjes luftarake, gjë që situatën e bëri akoma më të rëndë. 8 muaj pas krijimit të brigadës, kur ajo ende ishte në filleset e para, i u kërkuaj që të angazhojë në stërvitje taktiko komplekse me trupa Semani 74, nga më të mëdhata atyre viteve, e cila zërin befasi brigadën pasi ishte e pa kompletuar, e pa kompaktësuar dhe me mungesë të efektivit ushtar që ndodheshin në punimet fortifikuese jashtë rajonit. Por ishte angazhimi total i gjithë ushtarëve tanë që plotësonin me sukses detyrën luftarake, e vlerësuar edhe nga numri 2 i partisë asaj kohe, Ysti Kapo. Edhe pse ishte një periudhë tepër kritike, kur udhëheqja e lartë e partisë po kryqëzonte si armik ministrin e mbrojtjes Beqir Balluku, 2 zëvendësat e tij, edhe një pjesë të shtabit përgjithshëm. Në themel të punës së gjithë e efektivit të brigadës qëndronte patriotizmi i lartë, shkalla e lartë e përgjegjësisë, të cilët punuar me vullnet të pajapur, adetarizmi e ndjejnë të lartë përgjegjësie për realizimin e detyrave luftarake dhe ato gjenjere fortifikuese. Kuptohet, ishte edhe efekti që bënde propaganda zyrtare, të jetojmë, punojmë e luftojmë si revolucionar në rrethim. Pas viteve 74-77, brigada u kompletua me kuadro të tjerë dhe me të rinj të ardhur nga shkolla e lartë e bashkuar, të cilët ishin të kompletuar me aftësi të larta ushtarake dhe energji të reja, për të marrë mbi vete detyra të rëndësishme. Këta ushtarak të rinj i dhanë hovë dhe brull njësisë, të cilët me energji detyre dhe përgatitjen e lartë ushtarake punuan frontalisht në përgatitjen ushtarake dhe edukimin e efektivave, në përgatitjen e shoferëve të rinj, në përgatitje për qytet luftarake me tank dhe mbas ditëve deri në orët e vona të natës i gjeje së bashku me ushtarët në punimet për hapjen e tuneve dhe strehimin e tankeve. Në fund të vitit 1974, batalioni i parë u kompletua me teknik luftarake dhe në fund të vitit 1977 u kompletua edhe me 2 batalionet të tjerë me tanke kinez tip T-59 dhe strehimin e tyre në tunelet pranë batalioneve të ndërtuara me teknik bashkohore në të gjithë parametrat. Ndërkohë, në saj të punës titanike të kuadrëve dhe efektivit, por edhe të punës së bashkëpunimit të shkëlqyer me drejtues të ekonomisë dhe të pushtetit, të kooperativave, Bubullim Gore, brigada po shkonte drejt përfundimit të gjithë objektivave: përjetesë, stërvitje, edukim, tunelizim, punimeve të tjera, të pikkalimeve e tjera. Të ngra një dolli për të gjithë ju që jeni këtu, për gjithë efektivin e brigadës tankeve, brigadës 42 tankeve, aktive dhe rezervist, për të gjithë komunitetin e zonës, i cili ka kontribuar me ndimin e tij për të ngritur dhe konsoliduar brigadën tonë. Aq sa u bë e tyre shpreha në komunitetin e zonës, brigada jonë për brigadën e tankeve. Nuk mund të harroj këtu kontributin që kanë dhënë shumë i nderuari Todi Mino, në cilësinë e kryetarit të kooperativës të Bubullimës, i cili na përgjigjej në çdo kohë me furnizimin që kërkonte brigada. Mbas Todit, Vanjel Basha, Selim Kolushi e tjerë që Jakub Bra. Në vitin 1974, që do vide brigada e tankeve në territorin e kooperativës tonë, u organizuam dhe në takimin me komandat, me epororët që ishin për probleme që kishin në ato momente,
U diskutuan çështjet për brigadën, ku do vendosej shtabi, ku do vendoseshin tanket dhe gjithë mjetet që kishte në dispozicion ushtria. Dhe ne me mjetet rrethanore që kishim aty hangare, i vum dispozicion, hoqim çka kishim nga kooperativë si që vendet tjera, dhe ndërruam vendet për të shtrënguar brigada, për të shtrënguar ushtria, për të bërë vendin e komandës, dhe në këtë drejtim ne futën në dispozicion për bërë dhe komandën me ushtarlar që kishte kooperativa. Kjo na dha edhe një çik forcë, edhe neve si kryesi kooperative, sepse krijoi marrëdhënie të dy palëshe. Komanda dhe kryesia e kooperativës ishin një të përbashkët si për mbrojtjen dhe për prodhimet bujqësore që kishte kooperativa. Një vend i rëndësishëm ishte ceremonia e dorëzimit të flamurit luftarak të brigadës tonë më 7 qershor 1977 nga shefi i shtabit të përgjithshëm i ushtrisë Veli Llakaj, dorëzuar komandantit të brigadës Ilmi Brati me siglën Brigada e 42 tankiste. Flamuri luftarak u bë simboli i nderit dhe krenarisë ushtarake të brigadës. Stërvitet e kuadrit ushtarak nëpërmjet praktikave të shtabit, stërvitje shtabi, komando shtabi, bënte të mundur në ngritjen, përgatitjen dhe aftësi të larta në ngritjen ushtarake shkencore të kuadrëve tanë, për të qenë sa më të aftë ushtarakisht, për realizimin me sukses të stërvitjeve e përgatitjeve në dinamikën e zhvillimit të kërkesave të artit ushtarak mbi luftën popullore. Në vitet e mëpasme, brigada jonë u angazhua në stërvitje të madhe komando shtabi, treshkallëshe në rang ushtrie dhe taktiko komplekse me trupa, siç ishin stërvitja Shkumbini 1977, që u zhvillua nga 14 deri në 18 shtator, ku brigada jonë realizoi detyrat 100% si dhe te kaloi tregusit e gatishmërisë luftarake. Stërvitja Bershi 79 ishte një nga stërvitjet më të mëdha me pjesëmarrjen e grupimit Elbasanit, Tiranës, Burrelit dhe Korçës. Në këtë stërvitje u shquan pa përjashtim kuadrat e shtabit të brigadës, të batalioneve, teknik e nën oficer, duke u përgjigjur me disiplinë të lartë kërkesave të stërvitjes, që do të thoshte një arritje kulmore në aftësimin teknik operativ, në konservimin e tankeve dhe vënien e tyre në gatishmëri në përpunimin e vendimit, planizimin e luftimit e tjerë. Stërvitja Komando Shtabi Kështjella, 5 shkallëshe, 31 mars 3 prill 1979, që drejtoi nga Këshilli i Lartë i Mbrojtjes dhe nga vetë Enver Hoxha, me Shehu Kadri Zviu, u angazhuan 3 batalionet tona, kompanim, batalion brigade, korpus, Ministri e Mbrojtjes dhe organet e pushtetit dhe të ekonomisë, në të gjithë korpusin e Fierit, me një efektiv për 100.000 forcash. Së fundi, përfaqësuesit e stërvitjes vlerësuan shkallën e lartë të mobilizimit dhe zgjidhjen e detyrave luftarake në kohë të kuadrëve të shtabit të brigadës dhe të batalioneve. Në këtë periudhë, me vendim të Këshillit të Mbrojtjes, u krijuan edhe shkollat e lira ushtarake. 2 të tilla u ngritën pranë brigadës tonë, në Kolonjë e Gore. Njëriësi kjo në strukturat e ushtrisë. Ato patën si mision përgatitjen e stërvitjes së vogël të gjitha strukturave të mbrojtjes, që përfshinte brigada jonë, të forcave vullnetare, rinjt shkollore dhe ato të ekonomisë. Bubullim e Gore. SHLU Kolonjë ishte me organik të plot, me komandante, komisar dhe 6 oficera instruktor të sapo dalë nga shkolla e lartë e bashkuar Enver Hoxha, detyrë të cilën e kryen me nivel e cilësi të lartë të stërvitjes së vogël dhe përgatitjes ushtarake të strukturave. Ishin pra këto hallka të rëndësishme që krijuan mundësi që disa nga kuadrët tona më të spikatur të vazhdonin Akademinë Ushtarake të Shtabit të Përgjithshëm. Gjatë 20 vjet jetë të brigadës përfunduan akademinë rreth 17 kuadra, kursin e lartë të filozofisë 5 vet, shkollën e lartë të partisë 13 vet, kurset e larta 1 vjeçare 5 vet.
Në 82-shin të në akademi dhe shumë nga këta shokët kam pas edhe studenta. Unë isha pedagog, dhe ta ishin student. Do t'i kujtime dhe me shokë të tjerë. Ne sot kujtojmë gjithashtu atë punë titanike që kryen kuadrat e batalioneve, oficer, nën oficer, efektivi ushtar, në drejtimin dhe profesionalizm të lartë të inxhinierëve të gjenjos dhe të gjithë seksionet e shtabit të brigadës. Ka qenë nga 500 veta, dhe ky efektiv ka qenë efektiv që ka bërë një punë kolosale në lidhje me situatën që ka qenë në ato, lidhje me punën. Këtu në të ndërtes ju shikohet, është punu me 3 turne, ka pas 3 aksidente. Këta oficerë që tash janë me thinjë, kanë qenë djemë të rinjë. Dhe kanë kontribuar në të. Por kam kënaqësinë që marrë pjesë dhe dua të shpreh nga afektiva një brez shokësh që kanë ardhur nga vitet 78, siç mund të përmend disa prej tyre, Llavi Kurekshi, Ultima Zoki, Beledir Rezuli, Niko Visha, Toma Profta, Bashkim Duka, të më falë në i që nuk e përdojnë, brezi cili u vurë në shërbimu, në kësaj brigade me energjetë, e mundis me energjetë e moshës. Në 10 vjetorin e saj, brigada jon arriti të marrë pamjen e një reparti ushtarak model me të gjitha kushtet për jetesë, stërvitje dhe edukim. Ajo tashmë ishte konsoliduar plotësisht. Në vitin 1980, zuri vendin e parë midis njësive tankiste të ushtrisë në plotësimin shkëlqyeshëm të qitjeve luftarake dhe stërvitjeve taktike. Në rang korpusi, ju dha vendi i parë midis 27 njësive dhe brigadave tankiste të ushtrisë. Për krijimin e një infrastrukture të plotë dhe moderne, sipas kërkesave të kohës, dhe përgjithësime në shkallë korpusi për edukimin dhe kulturën masive. Pas vitit 1983, me ndryshimin e strukturës së ushtrisë nga korpus në divizion, brigada jon kaloi në varësi të divizionit të Lushis. Në këtë kohë brigada zhvilloi edhe stërvitje të tjera taktiko-komplekse, Ardenica 84 dhe stërvitje komando shtabi brigad batalion Apollonia 87, të udhëhequra nga komanda e divizionit dhe komandanti i saj ushtaraku tankist Naum Golloshi dhe shefi teknik Astit Paja, të cilat u realizuan me sukses dhe për shkallën e lartë të përgatitjes të ushtarakëve tanë. Për 20 vjet, në brigadën tonë u stërvitën dhe u përgatitën rreth 2500 ushtarë dhe mbi 40.000 rezervistë, rini shkollore dhe forca vullnetare. U patentizuan 1240 shofer tankist. Në këtë punë kolosale u derdh djerës, mund e sakrificat të panumërta nga gjithë efektivi oficer, nën oficer e punonjë civil, të cilët me patriotizmin dhe idealizmin e tyre sakrifikuan gjithçka nga jeta. Ushtarakët tanë dhanë nga jeta e tyre 20 vjet, përpjekje e sakrifica, pa gjumësi e stres. Ju erdhën mjaft të ri, 22-23 vjeç, dhe u larguat të thinjur dhe të burruar, por krenar përpara të dheut. Prapësitë tuaja ushtarake shkencore, intelektuale dhe qytetare, disa nga kuadrat e brigadës tonë kryen detyra të larta, si në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në shtabin e përgjithshëm, si drejtor drejtorie në detyrën e shefit personelit në Akademinë Ushtarake Skënderbej, drejtor drejtorie në Shish, shef i degës ushtarake në Berat dhe zëvendës shef në Tiranë në detyrën e komandantit dhe shefit të shtabit të divizionit. 5 ushtarak të tjerë kryen detyrën e komandantit dhe komisarit të brigadës tankeve, në detyrën e drejtorit të spitalit ushtarak, të shefit të shtabit të brigadës dhe atit teknikës, e deri te Yusuf Ahmadaj, që kreu detyrën e atashet ushtarak në Turqi dhe mjaft të tjerë. Një punë e veçantë ishte edhe ngritja e muzeut të brigadës, i cili u vlerësua ndër muzeet më të mirë në repartet e ushtrisë.
Me vendosjen e gradave në ushtri pas viteve 1991, nga kuadrët e brigadës tonë morën gradën kolonel 8 kuadro, të 9 kolonelit 9, të majorit 10 dhe mjaft të tjerë morën gradën e kapitenit. Tërgues ky i nivelit dhe aftësive të larta ushtarake, drejtuese e organizative, të nivelit dhe të kulturës qytetare, me të cilën ne krenohemi dhe që do të mbeten në fondin e artë brigadës. Ndoshta do të ishte për rekordin Guinness, historia e çuditshme e kësaj brigade, e cila u ngrit si sfinksi nga hiçi deri në shkëlqim. Kam qenë antar i brigadës 42 Kolonjës, hap të syt. Unë jam shumë nostalgjik për brigadën, kuptohet kur them për brigadën, jam për juve, për efektivat, sepse ne, si unë edhe ju, po në veçanti mosha ime, si që Lambi dhe kolegët e tjerë, kemi ardhur në moshën 20-21 vjeç dhe u larguam nga brigada në moshën 37-38 vjeç. Unë në këtë brigadë kam gjetur përputhjen e atyre mësime teorike dhe asaj eksperience që fitova në shkollë me shumë elemente të tjerë, jo vetëm të përgatitjes praktike dhe të përputhjes të rësën praktikin, por dhe të eksperiencës dhe të ndihmës shoqërore në radhë parë, po edhe speciale të gjithë atyre oficerëve që ishin para mua, të brezave të vjetër, duke patur parasysh që nga stafi i shtabit të brigadës, nga shkolla e lirë, të cilët kanë qenë të pranishëm tërë kohën, dhe unë aktualisht marr pjesë këtu për arsye sepse kam shumë breza, kam shumë kujtime, po kam marrë shumë vlera të cilat vazhdoj dhe më kanë ndihmuar dhe në punën time në vijim, por dhe sot, pavarësisht nga transformimet që ndodhin dhe zhvillimet që janë sot në ushtrinë shqiptare, unë ndjej vetëm se kam marrë një bazë me tepër vlera, me brigadën e tankeve, kam marrë mësimet e para, kam marrë ato elemente mësor që më kanë formuar mua si oficer, si qytetar, dhe me gjitha vlerat ushtarake dhe civile që unë detyrimisht do e mbaj kujtesën time dhe mundohem që të transmetoj dhe brezave të tjerë, atyre që kam patur edhe atje ku jam sot. Ishte pra kjo arsye që njësia jonë u përjetësua në rang korpusi dhe njësive tankiste të ushtrisë, që batalioni i parë tankist u dekorua nga presidiumi i Kuvendit Popullor. Gjithashtu, u dekoruan rreth 80 oficer, nën oficer, ushtar e punonjë civil me urdhra e medalje për shërbime të shquara. Ishte kjo arsye që brigada jonë është nderuar e vizituar nga personalitetet të larta të ish partisë së punës dhe të pushtetit vendor Lushnjë. Pas viteve 90, me ndryshimet social-ekonomike dhe reformat të thella që u kryen në shtëri, kjo brigadë me emër nisi të shkrijej. Pas viteve 1997, ajo shkatërrua plotësisht nga bandat barbare, që ne i ruajtëm si sytë e ballit, se ato një ditë do t'i duheshin në dheut. Ajo kohë shkatarimtare për ne, që një ngjarje që na tronditi e dëshpëroi pa mas. Brigada jonë la pas gjurmë të pashlyera, jo vetëm në njësitë e ushtërisë, por edhe në popullatën vendase, ku kishte lidhje dhe marrëdhënie të ngushta për efekt të stërvitjes dhe gatishmërisë. Sot, gjurmët e saj i shikojmë ende në godinat, tunelet, poligonet, pikat e kalimit fushor dhe në komandat, të cilat na dëshpërojnë shumë. Pasi aty u derdh ders, mund, sakrificë, për 20 vjetët e jetës së saj, brigada jonë i plotësoi me nder detyrat luftarake, duke bërë që të justifikonte edhe për ligjet e veten dhe qenien e saj përpara popullit dhe dheut. Nga vdi i punës së ndritur që kemi bërë neve, ne nuk kemi pishun pa të i bëm, sepse ka lidhëm këtë dashuri që kemi me një tjetrin. Ju faleminderit. Shpresoj të kemi bërë një blok graniti në muret e pamposhtu të kështjellës mbrojtjes së dheut. Gjithashtu, dëshirojmë që jeta
dhe vepra e brigadës 42 tankiste të hyjnë në fondin e artë të historisë dhe traditave luftarake të ishnjësive tankiste të vendit tonë. Në kujtim të jetës dhe veprimtarisë së saj janë botuar një album fotografik dhe një libër historiko-monografi nga kuadrët brigadës sonë. Në këtë brigadë u kultivua ndjenja e fortë e dashurisë dhe marrëdhënieve pa dallim, funksione dhe detyrë mes oficerëve, nënoficerëve, ushtarëve dhe punojësve civil. Shprehje e të cilës ne mbledhemi çdo vit dhe kujtojmë me mallë nostalgji ato vite të bukura, por të vështira, po kur nuk harruam respektin e dashurinë për njëri tjetrin. Lavdi jetës dhe veprës së shokëve tanë të lavdishëm. Oficer, nënoficer, ushtar, punojtë civil, ish efektiv të brigadës 42 tankiste që kryen detyrë me nder ndaj atë dheut dhe kombit. Lavdi, nderim dhe omazh për shokët tanë që janë ndarë nga jeta.